Nga Shkodra, ambasadori turk në Shqipëri, Tayyar Kaan Atay, foli për zhvillimet në lindjen e mesme, duke theksuar se Turqia mbështet përfundimin sa më të shpejt të sulmeve dhe përplasjeve, si dhe rikthimin e paqes në nivel rajonal dhe global. Ai nënvizoi se vendi I tij është I gatshëm të kontribojë në çdo përpjekje që synon krijimin e një tryeze paqeje. Ceremonia jon për fat të keq përkon me një periudhë të vështirë gjatë së cilës në lindjen e mesme po zhvillon konflikte. Si Republikë e Turqisë dëshirojmë që sulmet dhe përplasjet që ende vazhdojnë të marrin fund sa më parë dhe shpresojmë në rikthimin e tryezës së diplomacisë për rivendosjen e paqes rajonale dhe globale. Siç është shprehur dhe presidenti ynë, Turqia është e gatshme të japë kontributin e nevojshëm për krijimin e tryezës së paqes. Këto deklarata u bën në kuadër të aktiviteteve përkujtimore të 18 marsit, ditë që shënon fitoren e Çanakkallës dhe nderimin e dëshmorëve. Ambasadori Atay vlerësoi figurën e Hasan Riza Pashës, duke theksuar se ai mbrojti Shkodrën në rrethana tepër të vështira, me guxim dhe sakrificë të jashtëzakonshme. Për ne ka një rëndësi të veçantë që këtë ceremoni ta zhvillojmë në monumentin e Hasan Riza Pashës, I cili është I vetmi monument turk në Shqipëri. Hasan Riza Pasha mbrojti Shkodrën në kushte jashtëzakonisht të vështira, me një guxim dhe sakrificë të madhe. Është një emër që përmendet me respekt jo vetëm në historinë turke, por dhe në kujtesën e përbashkët të Shqipërisë. Me këtë rast e kujtojmë edhe një herë me nderim dhe mirënjohje. Fitoria e Çanakkallës është nga simbolet më të fuqishme të vullnetit pa lëkundur që populli turk tregoi për pavarësinë dhe atdheun e tij. Kjo përpjekje e madhe I ka treguar gjithë botës se populli ynë në unitet dhe bashkim mund të përballojë çdo vështirësi. Fitoria e arritur në Çanakkallë ushqeu shpirtin e luftës së pavarësisë dhe në fund hapi rrugën drejt themelimit të Republikës sonë. Në këtë ditë gjithashtu përkujtojmë edhe për vjetorin e 105 të miratimit të himnit ton kombëtar. Himni I pavarësisë është një vepër e rrallë që shpreh me vargje të fuqishme ringritjen e popullit turk, pa humbur shpresën edhe në ditët më të vështira dhe vullnetin e tij për pavarësi. Aktiviteti u zhvillua pranë monumentit të Hasan Riza Pashës në Shkodër, I cili konsiderohet si I vetmi monument turk në Shqipëri.